Mirëmbrëma njerëz vendosun. Ju të forcës e dini se zani im nuk dridhet kur. Por, ta dini se më dridhet zemra, më dridhet shpirti i pa drejtësive që na bëhen. Dhe vetëm bashk, të vendosur, mund pa drejtësit i hekim, mund t'i ndreqim pa drejtësit. Tani dua t'ju luz diçka. Sot në përgatitje për fjalim, kam vizitu Valdanosin. Përgatitje kam vizitu Valdanosin. Kam shku në Plasht Madhe dhe jam nal te Galebi. Prandaj dua t'ju ftoj diçka. Kemi tentuar veti ndreqim ato pa drejtësi, nuk kemi mujt. Prandaj t'ju lutem. Ngrituni në kamp o ju prej plavës dhe gucis. Ngrituni. 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 Ngrituni në kamp o ju pi malsis. Ngrituni sa jeni. Ngrituni në kamp o ju kranjan. Ngrituni. Ngrituni kamp ana e malit. Ngrituni kamp o Ulqinak gjith. Ngrituni. Ndaluni, ndigjoni. Ndigjoni. Pajtohuni njëni me tjetrin. Pajtohuni. Pajtohuni si jemi pajtu ne këtu. Ne këtu si jemi pajtu. Se vetëm zbashku e bajmë ndryshimin. Ju lutem dorim. Festimet i lamë 17. Gjithmon i kam pas afer zemre, edhe Faikun, edhe Vjollësën, edhe Nikën, edhe Gjergjin. E kam pas afer zemre edhe Ardianin e Arjanin, Mehmetin edhe Nikën. I kam pas afer zemre, sepse di. Këto janë njerëz të mi, këto ish gjaku im, ato ka i flamurin tim, flasin gjuhën teme. Fatkeqësisht, kemi trinj që e kanë afer Milon, Ivanin, Rankon. Nuk ka i faj ata, kemi faj ne. Ka një faj ato shqiptarët, subjektet e tyre që nuk i kanë tregu. Se Miloja, edhe Ivani, edhe Rankoja, kanë pru kufirin e mirave tetare. Nuk kanë japë komunën e Tuzit. S'kanë këthy Vardanosin, vetëm ne mund të këthejmë. Shqiptarët vendosur, duhet të imbrojmë gjuhën, simbolet, traditën. Duhet të përmirësojmë arsimin, duhet të kërkojmë infrastrukturën, duhem të bëhemi popull i denjë krenar si jemi. Bij të Shqiponjës, por në fund kam vetëm një mesazh për ata që rrinjë në folet, në furrikët e sigurisë të rrejshme që je familja, që ftojnë mos votoni Parti Shqiptare. Eja unë i ftojnë, eja një me ne,
Alternativa po ashtu. Mesazh për ata që ftojnë që mas votohen partitë shqiptare. Nuk është ai mesazh i sinqert. Nuk ishi menduar mirë. Nuk dënohen partitë shqiptare. I lejohet tjerëve të na sundojnë. I lejohet tjerëve të na caktojnë fatin. Prandaj në fund, prej shumë përshëndetjeve që mund t'ju uroj, njëra më pëlqen pak më tepër dhe do t'ju jap. Faleminderit për gjithë angazhimin që ka keni bërë gjithë këto vite. Rrofshi ju Musa Amalet e Shqipnisë.